Prej disa kohësh, disa familje në zonën e Arapajt janë përfshirë në konflikte të vazhdueshme verbale, por dhe fizike, me komshitë e tyre me mbiemrin Bizgjoni, të cilët janë vendosur në këtë zonë vitet e fundit. Konfliktet janë të llojeve të ndryshme, por ato që alarmojnë më shumë banorët janë ecja me shpejtësi në rrugicet e lagjes, të cilat janë të ngushta, manovra të ndryshme me automjet duke rrezikuar fëmijët, por edhe përplasjet fizike ku e përfshirë ka mbetur edhe motra e të riut problematik, e cila vazhdon studimet e larta në Akademinë e Policisë. Isha këtu poshtë, më doli vajza me gjithë mamin e vet, më kërcënuan me frikë, më tanë, më shkullën flokët. I kisha parku makina duke kthesa, edhe i kisha mrapsh për shkozet. Edhe i çuni ka këtu, është dhe videoja. Vajtet e më përplasi kokë më kokë atje. Mori policinë, pastaj po më vrasin, as e preka, as e bëra. Ne aty në makinë, edhe policia mori mua brenda. Mori edhe makinën. Ai pastaj hiqet si forti lagjes, do vras, do pres. Ato të shamet, ato që thot jo kurva, jo, kështu janë përditshme ato, po na vjen keq për fëmijët. Po do më shtyp fëmijët moj, fëmijët. Ajo më thot për ditë moj e me asaj gocës do t'i qash fëmijët. Pse do i qajon fëmijët? Çfarë po bën ata engjë, çfarë po bën kjo? Çfarë po bën çuni mua të vaj punët vet? Pas situatave të përsëritura, banorët kanë kërkuar ndihmën e autoriteteve, por deri më tani nuk kanë gjetur zgjidhje dhe i tremben përsëritjes së një situate të ngjashme me atë që ndodhi para disa ditësh në zonën e Ishkënetës dhe u mori jetën 2 fëmijëve të mitur. Unë kam frikë më se i kam nuk mikin fëmijët në shkollë, sa se thoshin ne kemi frikë se ata na kanë filmuar. Kush e di që na bojnë rrugës? Nuk po bën asgjë dursi, nuk dim ku të shkojnë. Pra na jemi drejtuar mediave, ju lutem na ndihmoni, se jemi shumë në konflikt. Po njeri me komunitetin ose tike ku ka. S'ka rrugë tjetër. Me policinë nuk kemi nevojë, vritet me policinë. Ç'të bën? Lotët nuk të hajnë për viktima që ndohen atje. Ta bëjmë këtu akoma lagjen tonë. Të i bëjmë butallaj. S'ka, kjo është. Po që butalla fik vet atje. Pa ne tika atje ku ka. Kemi halë të tjera, me smundje me kështu, ai viu, ai ka halë tjetër. Fute brenda atje dhe marrë atje, ku tashu, ka shtetë për këtë punë. Pavarësisht denoncimeve të shumta, situatat janë përshkallëzuar gjithnjë më shumë me spalve. Ndërkohë, vetmja gjë që kërkojnë banorët e zonës është që të jetojnë të qetë dhe pa frikë se do të përsëritet ndonjë tragjedi e radhës. Ndërkohë, familje që akuzohet nga fëmijët si konfliktuale nuk pranoi të prononcohej për mediat për të dhënë versionin e vet për situatat e tensionuara në të cilat është përfshirë.